premë dhe tani të vë nga një karafil në çdo copë. Dhe pastaj do t'i hedhim, do ta bëjmë me gjalpë për mita. Do ta pjekim për 1 orë gjysmë në 150 gradë. Tani do t'i hedhim gjalpën për mita. Nuk i hodhëm gjalpën brenda, se po i hedhim për mita. Kështu duket që ka shumë gjalpë, se nuk ka e bëm me përmasa që duhet gjalpin. Dhe si që tash, do ta pjekim për 1 orë gjysmë në 150 gradë. Sherbetin, 1 kg sheqer, 1 kg ujë, 2 shkopa kanellë, edhe 1 lemon të prerë në mes. Edhe në fund pastaj do t'i hedhim 2 lugë gjelle e mjaltë. Është gati sa po e nxorrëm nga soba, nga furra, edhe tani po i hedhim në sherbetin. Baklavaja duhet të jetë e ngrohtë dhe sherbeti i ftohtë. Sa e mirë bë, u flyer bë, ç'të hashë. Ja ta provojmë dhe baklavan. Kërc jakon. Vere, të mos të vi për minatet e krizi, nuk është hiç e mirë.